lirshëm, puthu ku të më rish, bë dashuri ku të më rish, se ne jemi të civilizuar, s'duhet këtë tabu. Duke shlyer ne çdo tabu, e shlyem edhe turpin. Edhe turpin. Do të thonë se rregull tabut, edhe unë jam kundër disa tabuve që i kam. Mirë po, ka një kohë që është shumë më e rrezikshme se koha kur ekzistojnë tabu, kur s'ka turp. Sa ma pak turp të njeriu, aq ma pak njeri në te. Edhe unë kam frikë, se edhe unë shpesh, kur duhet të ironizoj deri në fund, thema e dini në Kosovë, se edhe tradhtia bashkëshortore është bë biznes, se këtu i keni garazhet. Kjo është liri apo degradim shoqëror? Po shini. Sepse nuk e di nëse mund ta fusim tek liria. Lirin, nëse e keq përdor lirin. Ose është keq përdorimi i lirisë. Nëse e keq përdor lirin, ajo bëhet destruktive. Se ju nëse keq përdorni edhe lirin që ka të bëjë me mendimin e lirë, me atë, edhe aty ka një kufi, që s'mund të thush çdo gjë që ti ofendosh njerëzit. S'është ai mendimi i lirë, që nëse del edhe i ofendon njerëzit. Edhe në sjellje, nuk është liri ajo ti dal rrugë, puthë zhvishesh. E që do të thuesh? Kjo t'jen ka artë. Del cullak në ekran, edhe kur i thoni jo, po që nuk është në rregull kjo. Po, unë jam artiste. Po do me thënë artist që ka dalësh, prapaniqën jashtë, gjokësin jashtë, edhe artist është. Do me thënë, nëse lirin, nëse artin e keq përdor, ai nuk është më as liri as art. Si shqiptara jemi bërë më të ngjashëm me këto fenomene, se ju shpjegoni në libër tek Ndrysh Kujkos, ku ju thoni për shkak të rrethanave dhe pushtimit të tjera dhe raportit që kemi pasur me Shqipërinë, ne nuk e kemi njohur njëri tjetrin. Sot, a jemi bërë më bashkë me këto gjëra? Shini, unë edhe kur flas kështu, them një gjë, sot vetdia është më tjetër, se ne dikur rriteshim me atë që të jemi të dallueshëm nga të tjerët. Do me thënë, që mos të ngjaj, mos të bëhemi si shqa. Si ma thashte nëna jeme nga 10 herë në ditë. Rri me nanën, ky që je, mos më bësh shqa. Edhe si e mbroshin atë dallueshmëri. E dinin që gjuha është ajo që na bën të dallueshëm, edhe feja. Se vetdia kombëtare atëherë ishte rraf shumë tulta, mos them. Se edhe në shkollë neve nuk na mësonin kush është Skenderbeu, apo Nën Tereza, apo ku ta di, apo Fishta. Sepse ekzistonte koncept që shqiptarin sa më pak duhet ta informosh për shqiptarinë, po sa që fëmiu është shqiptar. Edhe ne ato informata i morëm si të rritur, jo si fëmijë, jo si tani. Tani vetdia është tjetër, se nipat e mirë rriten të veshur me veshje kombëtare, me emra shqiptar, me art,